Ndërmiq, përshëndetje, mirë se ritakojmë sërish në Këndvështrim. Në këtë takim të radhës kemi kënaqësinë të kemi të ftuar profesor Rudian Zekri. Profesor, mirë se vini. Mirë se ju gjeta. Allahu të shpërblet për ftesën. Me profesorit do të flasim për hera e dytë. Hera e dytë, po. E menduar për shumë kohësh, po Zoti e bëri riskit të jetë hera e dytë sot. Do të flasim për postmodernizmin. Fatikisht ne kemi diskutuar dhe kemi patur dilema se për çfarë është e nevojshme të flasim, po kuptuam rrugës që postmodernizmi ishte i pashmangshëm për të trajtuar, sepse është një farë mënyre ai që konfiguron pasaj edhe shumë botkuptime të tjera. Postmodernizmi është një epokë, është një botkuptim i cili vjen në periudhë të saktuar. Shpesh në trajtimet tuaja, profesor, ju e shpjegoni postmodernizmin si e ndryshmja ose shpesh dhe kundërta e tradicionalizmit dhe epokës moderne. Ku diferencohen këto tre epoka? Cilat janë tre botkuptimet që ndryshojnë nga njëra tjetra? Allahu të shpërblet. Thash, kjo është hera e dytë që jam këtu i ftuar tek juve. Në fakt, kjo është jashtë planit, kjo që po them tani, që hera parë ka qenë një intervistë për një çështje që dhe ato shikuesit e televizionit juaj mund ta gjejnë kollaj, në fjalë grupet titullohet. Unë thjesht po e promovoj edhe herët e si intervistë, është një çështje që unë e konsideroj të rëndësishme për të paraqit një teori për shoqërinë me themel në doktrinën islame dhe që u tregon muslimanëve, po nuk është vetëm për muslimanët, se si grupet që përbëjnë shoqërinë, grupet që përbëjnë secilën shoqëri, nga vetë ky status fitojnë të drejtën dhe atributin që të jenë kontributor në mënyrën se si funksionon shoqëria, edhe të rrugën që zgjedh shoqëria të ecë edhe të përcaktojnë atë që shoqëria e konsideron si zhvillim të vetin. Është një trajtim sociologjik edhe sociologjik, politik me themel fetar, islam, një gjë që në mënyrë modeste unë e konsideroj si kontribut për të ndihmuar muslimanët shqiptar, ato janë auditori jonë, për të ndihmuar të kuptojnë më mirë pozicionin e tyre në shoqërinë e sotshme dhe të kuptojnë sidomos obligimin e tyre, që është një obligim fetar që nuk mund ta shmangin dot, që t'i dalin për Zot vendit ku janë, kohës ku janë dhe shoqërisë tyre, dhe jo të thjesht jenë suportues të asaj që gatuin të tjerët në shoqërinë cilën muslimanët janë. Në këtë kuptim e konsideroj atë një paraqitje apo një shqyrtim bazik në pikpamja e metodës dhe e kuptimit fetar, edhe thjesht doja t'ja kujtoja kush na ngjon tani që t'ja rekomandoj si një çështje që ja vlen që ta marrin dhe i herë apo ta shohin nëse s'e kanë pa. Ka shpesh tezat kanë lidhje me njëra tjetrën dhe ka lidhje sigurisht. Dhe të ndiqet logjika. Ambicia e para 3 vjetëve ndoshta që kemi bërë atë intervistën ka qenë që ajo mos jetë vetëm e kufizuar në vlerën e saj në atë moment, po që vlej edhe në vitet në vazhdim. Dhe në këtë kuptim ajo është e vlefshme edhe sot, dhe unë mendoj do jetë e vlefshme edhe në vitet në vazhdim. Shpresojmë që edhe me këtë pretendim paktën po bëjmë edhe këtë intervistën e sotme, që kjo që po themi të jetë diçka që të jetë përtej asaj që është momentale, konjunkturale, dhe të jetë një çështje që të ketë dobi për te, edhe në qoftë se kalojnë vite edhe njerëzit e ngjojnë jo më domos në kohë reale ose në të njëjtën kohë apo në kohën që po flasim neve. Dhe t'i kthehem tani pyetjes. Allahu ta shpërbleft për pyetjen. E vërteta është ti e di
E di që kjo është një nga çështjet që unë me aq sa mund të pretendoj statusin e një ligjëruesi publik, dhe nuk është se pretendoj shumë apo pretendoj me pretendim të madh në fjalë, po për aq sa modestisë ju keni disa dekada që ligjëroni në Universitetin e Elbasanit. Po, sigurisht. Keni jo pak shkrime në median e shkruar, së fundmi me shumë vështirësi keni pranuar që të bëni pjesë edhe e platformave të studive të caktuara, kështu që Po jo, unë e thash jo për modesti të shtirur, po si qortim ndaj vete, sepse në fakt menoj që do duhesh të isha më tepër i sigurt ke kjo ke ndërtimi një profili si ligjërues publik, edhe kam qenë ngurrues edhe jo kangulës ke kjo. Po për këtë jemi dakord gjithë pas. Po, kjo është ideja. Edhe kjo është një mundësi për ta korrigjuar edhe sot. Pra, po ato që më njohin, ato pak që mund të jenë që më njohin, edhe që i kanë ndjek në vijimësi ligjëratat, e din që kjo është një çështje që paçka se një copë herë kishte dalë nga fokusi, është një çështje nga çështjet më të hershme me të cilat unë kam menuar që duhet të komunikoj me njerëzit apo me publikun. Pra pa shpjeguar postmodernizmin e kemi shumë të vështirë të kuptojmë shumë efekte. Sigurisht, pa e kuptu konceptualisht çfarë është postmodernia, nuk e kuptojmë kohën në cilën jetojmë. Nuk mundemi. Pra kjo nuk do të thotë që nuk e kuptojmë se njerëzit jetojnë dhe kuptojnë gjëra, paçka se mund mos e kenë gjuhë kurse çfarë është postmodernia. Po nuk e kuptojmë në kuptimin e thellësisë dhe të obligimit fetar që kemi që kuptimi jon për realitetin të jetë udhërrëfys për njerëzit në përgjithësi, për xhamatin në veçanti, po edhe për shoqërinë në tërësi. Po nuk e kuptuam se çfarë është postmodernia, pra po nuk kuptuam se kush janë premisat mbi të cilat mbështetet mënyra se si funksionon sistemi sot dhe se si legjitimohen mesazhet dhe kuptimet në të cilat besojnë njerëzit në masë sot. Po që se duam t'i njohim këto, duhet kalojmë me domos përmes këtij termi dhe përmes kësaj strukture konceptuale apo këtij agregati konceptual që ka një lloj dakordësie sot edhe quhet postmoderne. Quhet vetë emri t'jep një e tregon veten e vet, pra latinisht ai prefiksi post nënkupton diçka që vjen më pas, dhe postmoderne do të thotë ajo që vjen pas modernes. Është rasti që të bëjmë një sqarim domosdoshëm, sepse kam vënë re që përgjithsisht jo ke njerëzit e thjesht, po edhe ke ato që kanë statusin e njerëzve të ditur apo të shkolluar apo intelektual, që kjo diferenca ka rrëshqitë dhe nuk merret konsiderat. Pra, modernia dhe postmodernia në ligjërimin e përditshëm, aq sa njerëzit i përdorin, ndonjëherë merren të ndërkëmbyshme me njëra tjetrën. Shpesh duken si e njëjta gjë. Sikur është e njëjta gjë. Ndërkohë që ka diferenca themelore. Modernia apo ose postmodernia, marrin atë njëjtë ligjërim i përdor sikur ato janë sinonime me njëra tjetrën. E në fakt ka një arsye që justifikon këtë konfundim, që është që të dy janë post-tradicionale. Jo, ma precize kisha parasysh në aspektin gjuhësor, që modernia, termi moderne do të thotë në latinisht do të thotë gjëja e fundit në kohë ose gjëja aktuale. Dhe në këtë kuptim thush postmodernia është moderne, nuk është një gabim, sepse postmodernia është gjëja e fundit që po ndodh. Kurse po ky është kuptimi etimologjik i fjalës moderne, po jo kuptimi le të themi historik i saj, sepse historikisht modernia është emërtimi për një periudhë të historisë së perëndimit me implikime globale, sepse ndodhin kohën kur perëndimi ishte qytetërimi lider mes qytetërimeve tjera, dominonte botën, dhe përmes
kësaj fuqie e bëri modernën implikuese dhe kushtëzuese edhe qytetërinjve të tjerë muslimanëve përfshi. Dhe modernia si e tillë, pra si formacion konceptual historik apo si strukturë globale, është e përcaktuar në kohë, në mos në hapësirë, se në hapësirë është disi më vështirë, dhe paçkas edhe në kohë ka shumë opsione apo shumë versione që i përcaktojnë kufijtë e saj, po edhe për nevojat e kësaj bisede të sotshme, po edhe në përgjithësi, le të themi që modernia është ajo epokë e perëndimit dy shekullore, le të themi nga shekulli 18 deri në mesin e shekullit 20, për një lexues, për një dëgjues që përkohësisht me revolucionin francez. Do ta mbaj mend, jo, për ta mbajtur mend në mënyrë të rrumbullakosme, le të themi është 1750-1950, dy shekuj. Edhe kjo është modernia dhe nuk mund të dhe në këtë kuptim nuk mund të themi sot modernia. Sepse nuk është modernia sot është postmodernia, sepse historikisht masi iku modernia, masi ra modernia, masi u delegitimu, u komprometu dhe në një farë mënyre i humbi viriliteti, i humbi agresiviteti, i humbi besueshmëria, ajo u zëvendësu në fillim jo në mënyrë krejt qartë, po kjo gjë tashmë është bërë evidente dhe është profilizu, u zëvendësu nga një mënyrë tjetër globale e legitimimit dhe e kuptimësimit të institucioneve po dhe të gjërave në përgjithësi, që është kjo që nuk është emërtimi jonë, është një emërtim që vjen me konsensus nga mendimtarët perëndimor, sepse është një emër që na vjen nga perëndimi, sepse perëndimi vazhdon të jetë qytetërimi ende lider ende po them, sepse gjitha shenjat janë që është në fund të epërsisë së vet, po sigurisht, nuk mund të themi dot se si do jetë konfiguracioni qytetërimor pasi të bjerit perëndimi, po që është e sigurt që ky qytetërim është në fundin e dominimit vet. Pra teza se fundi i historisë po, teza e fundi i historisë. Nuk do të ketë më një civilizim që do konkurrojë perëndimit, duke se është duke rënë. Teza e fundit të historisë, që është e prodhuar në Amerikë nga një mendimtar perëndimor, por në fakt që është japonez nga origjina, ai Fukuyama. Po kulturalisht perëndimor. Kulturalisht sigurisht vjen nga perëndimi, thash, dhe teza e tij për fundin e historisë ishte që shprehje pamundësisë perëndimorëve të kuptojnë se vazhdon historia pasi ato mos jenë më të parë të botës. Ishte një lloj urimi që t'ishte kështu, që në momentin që neve nuk jemi më ndjenë të prodhojmë gjë tjetër përveç kësaj që kemi prodhu, s'ka arsye askush tjetër të prodhojë gjë më, edhe jemi ne. Edhe kjo s'ka më histori. Po sigurisht që është një pretendim utopik me fjalë, edhe sepse Zoti s'e ka bën që të jetë kështu. Historia mbyllet me ditën e Kiametit. Dhe pra modernia me postmodernën, unë e di që shpesh ndjekim le të themi një referencë të vogël edhe duket sikur hallakatemi, po fakto janë gjëra që ke menja ime dhe jotja, që pak a shumë e di se për çfarë do flasim sot, janë gjëra që ne dim që duhet thuhen sot me fjalë. Pa çka se u bë sebeb ajo përpjekja jonë për me shmang mjergullën që i qarkullon kur i përdorin të dyja bashkë, moderne dhe postmoderne zakonisht. Pra janë dy koncepte thelbësisht të ndryshëm. Cilat janë disa specifika tipike të modernes për? Po, për atë po flisja, ajo është ideja. Pra modernia, po doja të thoja që modernia ka mbaru si realitet historik. Pra gati u bët një shekull. E luftën e dytë botërore. Mas luftës së dytë botërore, ajo si interpretim si bot kuptim. Po. Dhe është zëvendësuar nga kjo që tashmë quhet postmoderne. Diferencat janë në konceptet bazë, pra krejt tjetër lloj fare konceptohen në themel çështjet kryesore në moderne dhe krejt tjetër në postmoderne. Po të ndryshojnë konceptet bazë në mënyrë pashmangshme, pastaj ndryshojnë
edhe konceptet shoqëruese, po ndryshon edhe efektet pastaj. Ndryshon edhe sistemi, ndryshon edhe mentaliteti, ndryshon edhe zakonet, ndryshon në tërësi e gjithë ajo që quhet realitet i kësaj bote apo i kësaj shoqërie, dhe në këtë kuptim është me vend që neve kur themi moderne kemi parasysh një botkuptim global, kur themi postmoderne kemi parasysh një botkuptim global tjetër, dhe kur themi tradicionale kemi parasysh një botkuptim tradicional, kemi një global tjetër. Dhe ne besojmë që, po kjo ndoshta do ta shtjellojmë çik më vonë, besojmë që këto të treja janë për të gjithë njerëzit dhe për të gjithë kohrat dhe për të gjithë epokat, pra ka variacione, varietete të njërës apo tjetrës, po ato modulet bazë janë këto të trejat që përsëriten dhe këmbehen me njëri tjetrin në histori. Po që të kthehemi që të japim një lloj koherence paraqitjes para publikut tuaj të kësaj çështje. Pra modernia dhe postmodernia pra janë dy gjëra të ndryshme dhe nuk do duhet që ti ngatërrojmë, ti konfundojmë, ti ndërkëmbejmë mes tyre. Le të themi që dallimi kryesor është shumë i rëndësishëm, është i papajtueshëm, është i pakapërcyeshëm në mënyrën se si konceptohet e vërteta për modernët, pra për ato që kanë besuar ke projekti për shoqërinë, projekti perëndimor për shoqërinë dhe për njerëzimin, projekti i promovu dhe projekti dominues i atyre 2 shekujve në histori, 750, 950, ato besonin se e vërteta është përftim i qenieve njerëzore përmes atributit apo kapacitetit të njerëzve që vjen nga fakti që njeriu është, që njerëzit janë qenie të arsyeshme, agjencia që e kryen relacionin me të vërtetën përmes arsyes është shkenca, dhe arsyeja e bën këtë përmes shkencës, duke interpretuar në mënyrë empirike dhe le themi ripërsëritse në kuptimin eksperimentale të vërtetën që gjendet tek gjërat apo tek faktet. Pra nëse e vërteta në periudhën tradicionale ishte nga revelata, ishte nga shpallja, do ta themi këtë, sigurisht, sepse kjo është në mes, po modernia lindi si reakcion apo si kundërvënie ndaj çfarë ka qenë si rregull në mënyrë globale në historinë e njerëzimit para saj, kanë qenë që njerëzit besonin që e vërteta nuk merret nga shkenca, merret nga shpallja, pra ai që ka krijuar njeriu ka krijuar të vërtetën. Dhe ne dim si musliman që pasi që ka krijuar njeriu dhe edhe para njeriu ka krijuar të vërtetën, sepse ai vetë është e vërteta, pra e vërteta në një farë mënyrë nuk është as e krijuar, sepse është Zoti vetë e vërteta. Po ne flasim për të vërtetën që e kërkojmë edhe shpesh është një gjë që ka lidhje me një situatë, me një kontekst, me rrethana të caktuara kështu me radhë. Pra Zoti si krijuesi i njeriu nuk e ka lënë njeriu të pa udhëzuar me të vërtetën dhe ka zbrit libra dhe profetë. Dhe po e rëndësishme është pra që e vërteta tradicionale është diçka që nuk e përjashton shkencën, po shkenca është ndihmëse në relacionin e njerëzve dhe të shoqërisë njerëzore me të vërtetën, nuk është pritës, nuk prin. Prin zbulesa, prin shpallja, prin dia absolute që është ke qenia absolute, që është Zoti. Pra çdo besimtar është tradicionalist në një farë mënyrë, edhe pse ne ndoshta do të gjejmë kohë që të flasim edhe për besimtarin postmodernist që është një nga tresi Ky është problemi i madh i besimtarit në postmoderne, sepse po të themi besimtar postmodernist nuk vete. Përjashton njëra tjetrën. Po, nuk është oksimoron, pra këto e përjashton njëra tjetrën, po besimtari postmodern është çështje e dorës parë që duhet ta trajtojmë. Ndoshta i vjen radha sot që të flasim, nuk e di nëse do kemi minuta aq sa ti të trajtojmë. Le të ndjekim logjikën me cilën e filluam. Pra, specifika e periudhës tradicionale ishte
e vërteta e zbritur e shpallur. Sikur ne sot sqarojmë vetëm se si ndryshon koncepti i vërtetës në të treja këto bot kuptime, të treja këto platformat mëdha konceptuale, tradicionale, moderne, postmoderne, sikur ta sqarojmë vetëm këtë, unë besoj që e kemi apo e kemi realizuar atë qëllimin që ka kjo bisedë midis meje dhe teje sot, sepse ne nuk po bëjmë këtë bisedë si diçka që hajde ta bëjmë, po besojmë se ka dobi kjo edhe po mos e menonim këtë, unë jo, po dhe ti besoj që do më thoje mos hajde, se ma mirë po bëj emisionin me dikë tjetër ose me mënyrë tjetër. Dhe kjo dobija, si kur ta përmbledhshim dot, do ishte arritëm dot që t'i sqarojmë atyne që po na ngjojnë se në fakt e vërteta që ajo në vetvete është një, por njerëzit kanë pas lirinë në histori, ja ka dhënë Zoti atë liri, që ta konceptojnë atë jo vetëm si një, po edhe në një mënyrë tjetër, duke besuar në të gjitha rastet se ajo është njështje, është e vetmja. Dhe po qëse ne sqarojmë që këto tre mënyra të konceptimit të vërtetës janë ato që njerëzit kanë zgjedhur besojnë herë njërin, herë tjetrën, duke i këmbyer me njëra tjetrën, e me siguri, dhe ne këtu duhet jemi preciz që në fillim, ne tani këtu në këtë moment që flasim unë edhe ti, po besimtarën përgjithësi, masi e thonë këtë, nuk thonë që të treja të vërtetat janë njësoj të vlefshme. Ne e dim që e vërteta e vetme është ajo që vjen nga Zoti. Po Zoti ka dhënë mundësi njerëzve, apo e ka ndërtuar në mënyrë të tillë historinë, ka lejuar që të ndodhi në mënyrë të tillë historia e njerëzimit, që njerëzit me logjikën që janë të sprovuar këtë botë, si do sprovohen nëse do kishte vetëm një mënyrë të vetme të përhershme të vazhdueshme të konceptimit të vërtetës, që është ajo e Islamit. Pra Zoti ka dhënë mundësi njerëzve që të përftojnë edhe të paktën dy versione të tjera globale me themel të kenë një konceptim tjetër për të vërtetën, në mënyrë që në fund fare të dihet se kemë në sprovë edhe kishim mundësi të zgjidhshim midis vërtetës të vërtetë edhe dy të vërtetave të tjera, minimumi, sepse ato shfaqen siç thash me versione të ndryshme, dhe që besimtari duhet jetë i qartë edhe të mos i humbas asnjëherë qartësia që ka një të vërtetë dhe neve gjithmonë jemi të begatu si musliman ke kjo, sepse ajo vërtet është ajo që vjen përmes fjalës Zotit, në librin e Zotit, në Kur'an, edhe përmes fjalës dhe veprës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, përmes sunetit të tij. Pra platforma që ju thoni e modernës dhe postmodernës në një farë janë, nëse mund thonim, si dy fe të tjera, edhe pse ndoshta tingëllon si çuditshëm ti konsiderosh fe, po janë po themi platforma, janë mënyra të menduarit dhe mënyra të interpretuarit. Ato realizojnë funksion fetar. Ato mos janë fe, po ato kur zëvendësojnë, kur vijnë pas fesë dhe zëvendësojnë fen. Pra, i thonë njerëzve që ne do përcaktojmë për juve mënyrën se si juve do jepni kuptim gjërave dhe mënyrën se si në përputhje me këtë duhet funksionojë superstruktura, pra sistemi, dhe se si duhet në përgjithësi njerëzit të konceptojnë sjelljet e tyre, duhet përcaktojnë ato që lejohet, ato që ndalohet, ato që duhet, ato që s'duhet. Nuk e bëjnë në emër të një autoriteti hyjnor, që normalisht mund konfirmojmë që është e domosdoshme për një strukturë fetare, por ato e zëvendësojnë fen pothuajse në mënyrë në të gjitha nivelet, pretendojnë që ta bëjnë këtë, dhe në këtë kuptim kanë funksion fetar. Le mos themi dot ndoshta që janë fe, po që me siguri tentojnë që ta rivalizojnë, ta zëvendësojnë edhe ta bëjnë të panevojshme fen, sa thotë ja jemi ne, bëjmë një të gjë si feja. Dhe emri tjetër për modernën, dhe ky sqarim është po ashtu terminologjik dhe është i rëndësishëm. Emri tjetër për modernën, pra për atë që në historinë e perëndimit, siç tham, me efekte parapavajtëse në të gjithë qytetrimet e tjera, pra emri tjetër për atë që perëndimi prodhoi nga 1750 deri në 1950 është laikia. Pra modernia dhe laikia janë me të vërtetë sinonime mes tyre, jo modernia dhe postmodernia. Po deshëm të gjejmë një sinonim modernës, është laikia. Modernia është ai format i përgjithësuar i dhënies së kuptimeve dhe organizimit
të marrëdhënieve njerëzore në shoqëri që mbështetet mbi refuzimin e fetares, e mendimit fetar, dhe që e ekskludon dijen dhe legjitimimin vetëm tek ajo që vjen si konfirmim i dijes njerëzore. Modernia dhe laikia janë emra për të njëjtën gjë. Pra ajo që ne e quajmë moderne, ajo i 1750, i 1950, që historikisht pra është në këtë periudhë, është në fakt edhe periudha e lulëzimit apo dominimit të kulturës laike edhe të mendimit laik. Postmodernia është laike në mënyrë operacionale ose konjunkturale, po jo në mënyrë doktrinore dhe thelbësore sikurse është modernia. Te modernia feja nuk ka vend. Pra në një mënyrë modernia mbi këtë ngrihet, mbi kundërshtimin e të kuptuarit botës përmes besimit, përmes shpalljes. Modernia ndërtoi kundërvënien që e kemi trashëguar edhe sot, kemi postmoderne, nuk po të ndërpres, thjesht e shkurtër, pra po ndërtoi dikotominë apo kundërvënien midis shkencës dhe fesë. Është moderne që tha që këto janë të papajtueshme dhe o njëra o tjetra. Postmodernia është më e butë tani më mbrapa, kurse tradicionale, paktën në historinë e Islamit, kjo s'ka qenë asnjëherë ose s'ka qenë asnjëherë e rëndësishme apo thelbësore si kundërvënie. Ndërkohë në postmodernizëm feja ka hapësirë. Duket sikur postmodernizmi është më zemërgjer, është më tolerant, gjithsesi ka hapësirë që të zhvillojë të vërtetën e vet. Po nga bisedat që shpesh kemi patur edhe privatisht, ju postmodernizmi shpesh e konsideroni si më të komplikuar dhe më të vështirë dhe një disavantazh në raport me të vërtetën. Cilat janë diferencat midis modernes dhe postmodernes në këtë aspekt? Po. Pra shpresoj që ta kemi këtë qenë mjaftueshme ajo që tham. Pra në shoqërinë ajo që kaloi dhe që e tham. Në shoqërinë tradicionale apo në botkuptimin tradicional, në shoqëritë fetare, e vërteta nuk është çështje ekskluzive e njeriut, e mendjes njerëzore dhe e historisë, e momentit, e kohës në cilët njerëzit jetojnë. Por është diçka që e ka përcen njeriun, sepse origjina e saj është mbi njeriun, përtej njeriut. Është tek Zoti, pra dhe Zoti ka zgjedhur t'ia zbulojë njerëzve përmes profetëve dhe librave. Modernia e refuzon këtë. Historia, se si kjo kanoth është jo vetëm e shumë fisht edhe shumë nivelshme, por është edhe domosdoshme në fakt për t'u njoft në mos në gjitha nivelet, por një ide duhet ta kemi, po s'është ky rasti. Modernia zëvendësoi tradicionalen duke thënë që e vërteta nuk mund të jetë diçka metafizike, nuk mund të jetë diçka përtej shqisore. Duhet me do mos që e vërteta që njeriu të besojë dhe ta konfirmojë atë, e vërteta duhet të jetë diçka e provueshme, e verifikueshme, dhe ato shkojnë ke logjika e të vërtetës eksperimentale, empirike, dhe që në rastin më të mirë mendja njerëzore me kapacitetin e saj deduktiv, pikas përmes hipotezave, mënyrën se si funksionojnë gjërat, ligësitë e tyre, të cilat masanej testohen, verifikohen përmes përvojës edhe eksperimentit. Këtu është e përjashtuar shpallja, praktikisht thuhet nuk kemi nevojë për shpalljen ta mbajnë mendjet fëminore, sepse po kështu ky është një përcaktim i modernes që e lidh mendimin fetar me mendimin naiv apo mendimin fëminor. Hegeli sugjeron që njerëzimi është si një individ, pra që ka fëmininë e vet, ka burrërinë e vet, ka pleqërinë e vet, dhe ai e lidh mendimin fetar me fëmininë e njerëzimit. Kjo tezë është shumë e thjeshtë për të qenë e vërtetë, po ka zënë vend pikërisht përmes thjeshtësisë vet dhe ka qenë dominuese moderne dhe ka shumë sot që janë postmodern, po në një farë mënyrë po t'ia thuash këtë e marrin të mirë qenë. Dhe duke qenë kështu, pra mendimi fetar është konsideruar dhe feja në përgjithësi dhe doktrinat fetare janë konsideruar naive, mitike, të pa edhe të dëmshme, të pa testueshme dot,
Sigurisht dëmshme në kontekstin e progresit të shoqërisë. Modernja thotë që ata e kanë bllokuar shoqërinë njerëzore dhe modernja tentoi përmes zhvillimit të teknologjisë. Kjo është rasti them jo të shkencës në vetë, por zhvillimi i teknologjisë tentoi në mënyrë të vazhdueshme ta mbyllte këtë hesap. E thoshte prapë me fen do merreni ju. Kemi shku në han. Pra komunizmi në një farë mënyrë ishte rasti ekstrem i modernës. Jo në një farë mënyrë, por në të vetmen mënyrë. Pra periudha shqiptarët e kanë pas modernën në versionin e vet të kulluar, esencial. Ekstremia, esenca është gjithmonë ekstreme. Pra shoqëria shqiptare nga 45-a në 90 ka qenë ajo modernja për cilën neve po flasim. E nisur, e gatuar në perëndim, në mendimin perëndimor, e globalizuar përmes të majtës socialiste, ne dim luftën midis dy kampeve gjatë shekullit 20 që e vulosi historinë e shekullit 20, dhe Shqipëria brenda kampit socialist ka qenë rasti më ekstrem, sepse që i vetmi vend ne dim që e shpalli fen jashtë sistemit, e shpalli krim praktikisht, mendimin fetar. Në gjithë vendet e tjera të lindjes komuniste, ai shpallesh i padëshirueshëm, edhe naiv, edhe i gënjeshtër, po nuk u bë i paligjshëm, kurse ne shpallëm në zorën dhe jashtë ligjit. Dhe kjo bën ndoshta vendin ku modernja ka pas formën e vet, si thash, më të kullume. Ne e dim tani se çfarë do të thotë moderne, edhe qoftë se bëj vetëm këtë referencë ato që na ngjajnë me fjalë, edhe që e din se kanë harruar, se një pjesë më duket se nuk e mbajnë mend më çka kanë ndodhur këtë vend para 90-s. Dhe agjencia që e përfton të vërtetën në tradicionale është shpallja. Dhe kurse agjencia që përfton të vërtetën apo që e merr përsipër atë ta menaxhojë është shkenca në moderne. Tani vim në postmoderne, dhe në postmoderne e vërteta ndryshon për herë të tretë në historinë e perëndimit, nëse e marrim në një aspekt linear, që këto kanë zëvendësuar njëra tjetrën në perëndim, dhe duke qenë se ka ndodhur momenti që perëndimi, e tham disa herë, pra që dominues i dominoi qytetërimet e tjera. Këto janë fenomene që si përkasin vetëm perëndimit, por na përkasin gjithë, i përkasin pra dhe çka ka ndodhur me muslimanët në këto 3-4 shekujt e fundit, nuk mund ta ftillosh dhe të jesh i qartë në mënyrë definitive si besimtar që do ta njohësh edhe ta gjesh ti gjesh rrënjët e dobësisë tonë, nuk mund ta bësh pavarësisht për kuptimit se çfarë ka qenë modernja dhe çfarë ka qenë postmodernja, dhe se si muslimanët kanë qenë të përmbyll brenda këtyre formateve të mëdha, dhe u është dash që ta aplikojnë, ta zbatojnë, ta ushtrojnë besimin e tyre brenda këtyre dy strukturave që i imponoi perëndimi gjithë pjesës tjetër të botës. Dhe në momentin që mas luftës dytë botërore, më saktë do ishte të thoshim mas dy luftrave botërore, pra 1914, 1918 lufta e parë dhe 1939, 1945 lufta e dytë. Atë kohë kur moderna mori formën e vet ekstreme. Të dyja kanë ndodhur në gjysmën e parë të shekullit të 20, dhe jo, pra korrespondojnë më shumë me pjesën e fundit modernës, sepse kulminacioni i modernës është mezi i shekullit 19 apo gjysma e dytë e shekullit 19, pra le të themi 1850 i 1914, pra kur fillon lufta e parë botërore. Aja është zemra, aja është kreshta e modernës. Po, le të themi mas dy luftrave, sepse arsyeja që ra modernja dhe që vetë perëndimi që e ngriti si projekt global hoqi dorë prej saj, duke tentuar ta zëvendësonte me një tjetër, që është postmodernja, arsyeja kryesore është, le të themi, jo teorike apo jo konceptuale, por është më shumë praktike. Për shkak të efekteve që prodhoi. Për shkak të dy luftrave. Pra miliona viktima, shkatrime modernja që u paraqit si shpëtim për njerëzimin, si e vetmja rrugë për zhvillim, siç tha me arsye, me sebepe të arsyeshme për ta besuar këtë në atë që e quajtëm kreshta modernës, pra nga 1850 deri në 1914, sepse ka pas zhvillime të jashtëzakonshme prej shkencës në nivel teknologjik, pastaj që ka impliku, ka kurzu jetët e miliona njerëzve, për mirë, duhet me thënë, pra
le të themi, është shpik vaksina në këtë periudhë, është shpik telefonin në këtë periudhë, është shpik televizionin në këtë periudhë, është shpik aeroplanin në këtë periudhë. Ë? Pra të gjitha këto i përkasin kësaj periudhë. Modernia është ajo që i bëri të mundshme të gjitha këto. Dhe në emër të tyre modernët mund të vazhdojnë ta bëjnë luftën e tyre derisa të kenë qejf vetë, të thonë që jo më arritje që ka bërë Modernia, nuk mund t'i hudhi askush poshtë, edhe nuk i ngjojnë fare ato opsionet e tjera. Po ne e dim dhe dy luftrat botërore e treguan këtë, që këto zhvillime të pambështetura në zhvillimin e relacionit të njeriut me të vërtetën e madhe të universit, që është e vërteta e Zotit. Shkëputur prej kësaj, i çoi njerëzit në mënyrë të vazhdueshme në një devijim që i largoi dhe prej natyrës bazë të asaj që është njerëzore, që ne e quajmë fitre, dhe që produkti i kësaj është, dhe bomba atomike produkti i modernës është, dhe ne thamë që aeroplani, avioni është shpike e modernës, po avionët u përdorën në luftën e parë botërore për të hudhur bomba me saktësi dhe për t'i vrarë njerëzit me më shumë precizion se më përpara. Bomba atomike që u shpik në finish të luftës së dytë botërore, 45-ën, u përdor në të nxehtë e sipër brenda luftës, edhe u përdor për amerikanëve në Japoni, edhe hudhën 2 bomba atomike, të vetmet që deri tani janë përdor për fat të keq dhe të mirë. Kam mësu gra fëmijë pleq civil japonez në Hiroshima dhe Nagasaki. Pra, Modernia me vërtet mund të lëvdohet me gjithë këto zhvillime në aspektin e teknologjisë, por Modernia është e turpëruar me mënyrën se si u kushtëzu për këtyre zhvillimeve, sepse unë përmenda bombën atomike, përmenda 2 luftra që u bën kasaphanat më të mëdha në historinë e njerëzimit, pikërisht sepse mundësitë për me vrarë njeriu u bën gjithmonë e më të jashtëzakonshme. Pra dikush me një buton që hudhte bombën mund vriste me një herë gjysmë milioni njerëz. S'kishte ndodhur ndonjëherë, s'kishte pas mundësi ndonjëherë që të ndodhte kjo. Dhe sot për shembull, neve kemi zhvillime teknologjike të jashtëzakonshme në nivelin e kibernetikës, sidomos apo të mjekësisë e kështu me radhë, por ne s'kemi as i përgjigje se në ç'më mënyrë ta ruajmë natyrën njerëzore dhe vlerat njerëzore në kushtet e rrjeteve sociale, internetit, e atij të rrjetit global botëror, www që emërtohet e kështu me radhë. Dhe konfirmimet janë që njerëzit gjithmonë bën më të vetmuar, megjithëse duket si gjithmonë më tepër janë të inklinu dhe të përfshi në komunikime të një pas njëshme, duket sikur gjithkohës njerëzit janë komunikim, po kjo përkthehet në mos komunikim për sa i përket vërtetësisë asaj që njerëzit bëjnë. Dhe këto janë defekte të rënda që Modernia dhe postmodernia nuk munden t'i mbulojnë dot, sepse njerëzit ka nevojë për këto vlera bazë, për këto virtute bazë që e kanë përbërë njeriu që në fillim të historisë. Dhe në këtë kuptim, po ne e bëm një mbivendosje tani, dhe inshallah e sqarojmë. Pra, momenti që erdhi postmodernia, erdhi si oferta që Perëndimi e kishte rezervë, kështu të paktën u duk se u paraqit, në momentin që dështoi Modernia. Pra pse dështoi Modernia? Sepse pretendimi që e vërteta është një gjë që preket, që konfirmohet, që përhapet dhe e zotrojnë njësoj të gjithë mendjet njerëzore, sepse njerëzit janë gjithë të arsyeshëm, që është një tezë tjetër e rëndësishme, shumë e rëndësishme e modernës. Kjo tezë ra me 2 luftrat botërore dhe u zëvendësu me një opsion tjetër që është postmodernia, pra që thamë që thotë se e vërteta nuk është ajo që kemi thënë deri më tani, që vjen nga shkenca, gjendet tek gjëra dhe gjendet përmes fuqisë deduktive të mendjes njerëzore dhe metodës empirike eksperimentale, nuk është kjo. E vërteta, pasi me qenë gabim edhe në këtë rast, e vërteta nuk është në një gjë e jashtme, kjo është e rëndësishme tani, por e vërteta më në fund besohet se që ka diçka, që ka një realitet i brendshëm, ekskluzivisht i brendshëm. Pra secili ka të vërtetën e vet. Këtu kemi hyrë postmoderne. Nuk ka një të vërtetë universale. Kjo është ideja. Këtu kemi hyrë postmoderne. Me që sapo hyrëm në postmoderne, profesor, bëjmë një shkutje shumë të shkurtër.
Dhe rikthehemi pikërisht te fokusi i postmodernës, ndërmjet shihemi pas pak pjesën e dytë. Ndërmjet rikthehemi në studio, jemi profesor Udian Zekthin, po fokusohemi tek pjesa e dytë tek specifikat e postmodernës. Shpesh tham që ka një konfundim, thotë ty, një ngatresë midis modernës dhe postmodernës, duke qenë se të dyja janë jo tradicionale, shpesh duket sikur janë e njëjta gjë, pra duket sikur postmoderni është thjesht një formë pak më ndryshe e modernës. Ndërkohë që ju thoni se diferencat midis këtyre dy botkuptimeve janë po aq të mëdha sa diferencat midis modernës dhe tradicionales. Çfarë bën kaq të ndryshme dhe me efekt kaq të madh postmodernën në raport me modernën, ku ju thatë se thelbi modernës ishte arsye? Po. Në fakt, atje ku e lam, apo aty ku ishte biseda, në momentin që bie mundësia që të mbrohet projekti modern, sa ishte i pambrojtshëm më, i njëjti qytetërim prodhoi një version tjetër të përgjithshëm, një platformë tjetër konceptuale me potencial për të ndërtuar sërish një sistem që të përcaktonte fatet dhe mundësitë e të gjithë njerëzve në shoqëri, që është postmodernja. Ju po e paraqisni si të paramenduar këtë ofertë apo pashmangshmërisht erdhi? Jo, unë e paraqita që në momentin që dështoi ajo, ato vazhduan të prodhojnë ofertë për gjithë njerëzit, perëndimi, sepse ishin nga pikpamja politike ishin dominues mbi qytetërimet e tjera. Dhe ne kemi qytetërimin islam, ne kemi qytetërimin kinez, ne kemi qytetërime të tjera në këtë botë, apo budist, se thash e emërtova nacionalist si qytetërim me emrin e etnisë, qytetërim budist, që përfshin edhe kinezët, po edhe indianët, edhe japonezët janë mrena budizmit, jo vetëm mrena tij, po që dhe janë të kushtëzuar këto nga kjo ofertë e madhe që vjen nga qendra botërore e fuqisë, që është perëndimi, dhe që ka fuqi të pashtershme për të promovuar tezat e veta dhe strukturat e veta konceptuale. Dhe qytetërimet e tjera ja kanë pësu këtë deri në pikën që mund të jenë turbulluar në të vërtetën e vet, apo në qartësinë e vet, apo në ritmin e vet të brendshëm se si kanë zgjatë i bëjnë gjëra, deri në atë pikë sa që janë çorientuar. Muslimanët, historia e vonshme e islamit e tregon këtë. Pra janë bërë musliman postmodernist. Në postmoderne. Unë du të them musliman postmodernist, me sqarova që më përpara, muslimanët të cilët postmodernia i ka trullos në një farë mënyrë. Ajo, po që të themi një, pra të lidhemi me atë që tham, pra postmodernia thot e vërteta nuk është ke Zoti, pra e mbron këtë arritjet modernes, në këtë kuptim është vazhduese e modernes, dhe është post, pra vjen pas modernes, sepse nuk thot që e vërteta vjen nga Zoti, por në mënyrë kështu piktoreske, në fakt, postmodernia thot po nuk vjen as nga shkenca. Ose thot që për aq sa vjen nga shkenca është vetëm një opsion i relacionit njerëzve me të vërtetën dhe nuk është më ekskluzive, nuk është më ekskluzivitet i shkencës, mundësia e njerëzve për të gjetë të vërtetën. Dhe postmodernia thot, apo thelbi i saj që nuk kupton platforma e madhe e postmodernës, është që e vërteta nuk ka dot mundësi të ketë realitet të jashtëm. E vërteta është një realitet i brendshëm. Kjo është shumë e rëndësishme. Po të përdorim këtë diferencë dhe tension midis dy termave që në këtë moment i përdorim si koncepte, pra e jashtme dhe e brendshme, është qartësia e asaj që gjithë njerëzit dinë çfarë është e jashtme dhe e brendshme, na ndihmon shumë për t'i ndarë këto tre mënyra se si e konceptojnë vërtetën, si konceptohen tradicionale, dhe kur themi tradicionale kemi parasysh ne të dy bashkë dhe ato që po na ngjojnë besoj të vërtetën që vjen prej Zotit në Kur'an,
për të vërtetën në moderne dhe të vërtetën në postmoderne. Pra e vërteta për besimtarin e vërteta është diçka që gjendet jashtë, sepse ai thjesht shpreson që brenda vetes tij të gjej ato zona, ato kuota, ato instanca që i bëjnë njehon asaj të vërtetës jashtme. Pak shkon ky tek e vërteta. Shkon ky e vërteta, se e vërteta është ke Zoti, apo Zoti është e vërteta. Nëse besimtari beson që e ka të vërtetën brenda, kjo s'ka kuptim. Nuk ka sens. Sepse çfarë është? Çfarë do thotë? Nuk është duke thënë thjesht jam profet. Edhe kjo përjashtohet edhe gjysma të keqes. Thotë jam Zot. Siç do të shohim që në një farë mënyrë sugjeron postmodernia. Dhe modernia po ashtu e refuzoi, e mohoi ose mori në konsiderat vërtetën si zbulim hynor, por nuk e çoi asnjëherë në përmend opsionin që thoshte se e vërteta është brenda, tha është po jashtë. Po vetëm se nuk është përtej, po është brenda rrethit të realitetit në të cilën zhvillohet jeta e njeriu dhe e njerëzimit. Dhe e vërteta dhe realiteti janë e njëjta gjë praktikisht. Është edhe kjo një tezë e Hegelit, u bë hera të dytë që përmendim sot. Dhe që njeriu të njohë të vërtetën, duhet të stabilizojë marrëdhënien me faktet, të zhvillojë interesin e inteligjencës, arsyes vet në mënyrë të tillë që ai të drejtohet gjithmonë në kërkim të zbulimit të territoreve të reja të vërtetës, dhe ti çekoj, ti testoj këto përmes dhuntisë së njeriut për t'i prek gjanat me dorë, për t'i pa me sy, për t'i konfirmu dhe për t'i peshu dhe për t'i llogarit ato, edhe që pastaj kjo u shpreh me metodën eksperimentale, empirike dhe eksperimentale. Kjo ishte modernia e cila e mbajti të vërtetën po jashtë, sepse është jashtë, nuk është ke njeriu. Njeriu me anë të fuqisë arsyes, me anë të metodës duhur, me anë të çekimeve, verifikimeve rigoroze e gjen vërtetën atje ku ajo është në realitet, tek faktet. Dhe mendja njerëzore ka atributin, ka dhuntin që të gjejë ligjësinë e mënyrës se si funksionojnë gjërat në realitet. Po e vërteta është po atje, është jashtë. Tani postmodernia vjen me opsionin që as kjo nuk është e vërtetë, sepse e vërteta, pra as e vërteta modernes, sepse e vërteta thjesht nuk mund të jetë jashtë. As atje jo tek Zoti, sepse nuk është kjo, nuk është fetare postmodernia, po as tek shkenca, pa çka se nuk e hedh po shkencën, por le të themi e relativizon, duke thënë që është një nga të vërtetat, është një nga mundësitë për t'i shërbyer njerëzve apo për të plotësuar nevojën e njerëzve për të vërtetën. A mos do të thotë me këtë që ndoshta e vërteta është gjë më pak e rëndësishme? Pra, nuk ka nevojë fare të përpiqemi për të vërtetën? Jo. Apo nuk është kjo. Cili ka të vërtetën e vet? Nuk tek njeriu Zoti e ka dashur që të jetë kështu, nuk bie asnjëherë statusi i të vërtetës, nuk ka rënë ndonjëherë. Tek njeriu më i keq që ne mund të menojmë, ai çështje kryesore ka çështjen e të vërtetës. Vetëm sa ai mendon që e vërteta është ajo që do ai, ajo që ndjen ai, ajo që synon ai. Po ai atë e mvesh me atributin e të vërtetës dhe prandaj vret për te, apo është gati të vdes për te. Pra nuk bi, pra sepse njeriu nuk mund fuqia njoftëse apo fuqia kognitive e njeriu nuk zbulon dot në gjë më të rëndësishme se sa e vërteta. Dhe prandaj besimtari thotë gjithmonë që Zoti dhe e vërteta është një emër tjetër për të thënë Zoti. Sepse s'ka gjë më të rëndësishme se Zoti, s'ka gjë më të rëndësishme se e vërteta. Kështu thotë dhe moderni, s'ka gjë më të rëndësishme se e vërteta, po për të e vërteta është, le të themi, fakti, ligjësia që ekziston supozohet në mënyrë objektive si një rregullim, një lloj rregullativizimi më saktë në rregullin e përgjithshëm të universit. Po e vërteta është më e rëndësishme, edhe postmoderni e vërteta thotë është më e rëndësishmja, ama duke thënë që e vërteta është më e rëndësishmja e kthen atë tek subjekti. E vërteta bëhet subjektive, bëhet e brendshme pra, dhe në këtë moment operacioni me rregull treshi është që e brendshmja është gjëja më e rëndësishme në botë. Ky është postmoderni, i cili të jashtmen e quajnë të rëndësishme konjunkturalisht për aq sa ajo i shërben të realizojë atë që ai ke vetja vetë e quajnë thelbësore, esenciale, të paprekshme, të
të cilës duhet i bëj shërbimin deri në fund dhe çdo gjë e ti bjeri flaka jashtë, po të vërtetës ti brenda s'duhet ti preket as një thërrime. Ky është postmodern. E bën më jorsh se fakti që pra slogani se gjithë secili ka të vërtetën e vet e bën më interesante dhe e bën dhe më të qëndrueshme, po themi, dhe më jetë gjatë. Sigurisht. Kjo është evidente. S'ka mënyrë më të mirë për të josh njeriu se sa ti përkdhelë sendrën. Edhe më i mençmi edhe më budallaj e kanë përbashkët këtë si qenie njerëzore. Megjithësa i mençmi supozohet që e di rrezikun e kësaj dhe mund supozohet se mund ta marrin kontroll, po si rregull nuk shpëtojnë dot. Pra postmoderni nuk ka nevojë as të lexosh, as të studiosh, as të ulëmtosh. E hape shumë rrethin. Rëndësishme ka të sqarojmë se çfarë është e vërteta. Ti po kalon ke pasojat, po pasojat po fillon. Do na duhet një takim tjetër me çfarë po shoh. Ndonjëherë tjetër mund t'i themi, unë mund të ketë diku tjetër në ligjërat ose në që unë ka edhe shkrime që po nëse dikush e ndjen veten që duhet i di këto, mund t'i kërkoj edhe më vete pavarësisht prej kësaj bisede sotshme. Po me siguri që ne nuk e zgjerojmë dot në një orë sa duket se po zgjat kjo biseda sotshme, nuk mundeshim dot. Dhe unë po të kërkoj kështu si konsensus që mos merrem me pasojat sepse janë të shumta dhe secila prej tyre mund ta trajtosh si dush, edhe shkurt mund ta trajtosh edhe gjatë. Po jo gjatë për të hir të ndonjë lloj erudicioni, po gjatë sepse është e rëndësishme me qenë preciz në përcaktimin e këtyre efekteve, sepse duhet me e thonë, nuk kemi dyshim se janë shumë fishta. Janë shumë fishta, po janë negative. Nuk kemi ndonjë dilemë ne të dy këtu se mos ndoshta ka ndonjë gjë që ja vlen këtu. Nuk ka. Praktikisht postmodernia duhet të refuzohet e gjitha. Po le të mbrojmë pak tezën atyre që po themi e pranojnë postmodernën. Thot, a ka më mirë se sa gjithë secili ka të vërtetën e vet dhe ai që është fetar, ekstrafetar, ultrafetar dhe ai që është afetar. Pra duket si një botë shumë demokratike, shumë tolerante dhe e mirë për të gjithë. Ndryshe nga një botë ku njerëzit luftojnë për të vërtetën dhe përmes kësaj prodhojnë dhe konfliktet e luftrat. Po, ti më kujtove mu tani diçka që më kishte dalë nga fokusi i kësaj bisede që u bëshim tani, që në fakt argumenti më i fortë i postmodernëve është pikërisht ky, që në qoftë se investohemi këtë vërteta të jashtme, të cilat nënkuptojnë objektivitet, pra nënkuptojnë obligueshmëri për njerëzit në tërësi, pra i kërkojnë njerëzit që të bashkohen rreth asaj të vërtete, po që se bëjmë këtë gjë, siç kanë bërë thonë postmodernët gabim njerëzit për gjatë gjithë historisë, neve do fusim farën e luftës midis njerëzve, sepse njerëzit në emër të vërtetës do vrasin njëri tjetrin. Dhe për të shpëtuar nga gjakderdhjet e pashmangshme që supozohet që nënkupton një bindje e fortë tek një vërtet e pandryshueshme, atëherë kemi këtë mundësinë tjetër që të besojmë se të vërtetat janë të shumë fishta, të shumë llojshme, perspektiviste, pra varet nga këndshikimi i gjithë secilit se cila është e vërteta, e cila në vetvete i relakson njerëzit dhe nuk i çon që të luftojnë. Nuk i çon të luftojnë, do pyesim ne, në fakt, ndoshta si çon të luftojnë me armë në dorë, gjë që prapë nuk përjashtohet, po i çon në luftë të ftoftë permanente me njëri tjetrin në mënyrë të vazhdueshme, sepse në momentin që unë besoj se kanë vërtetën time dhe ti po marrim vetet tona tani. Dhe ti beson se ke të vërtetën tënde. Por kur besojmë neve kështu, ne besojmë se këto dy të vërteta nuk kanë asnjë mundësi të takohen diku me njëra tjetrën. Këto janë përjetësisht të ndryshme, diferenciale. Në momentin që ne besojmë këtë, ne mund ndërtojmë një mori marrëdhëniesh me njëri tjetrin, duke e nisë që nga marrëdhëniet miqësore apo dashamirëse, por gjë që nuk përjashtohet,
por për te marrëdhënieve të afërta, që do të thotë midis lidhjeve të gjakut apo të miqve që i lidh një histori e përbashkët, nostalgjia kështu me radhë. Në relacionet e tjera, ne po flasim për këto relacionet e tjera, nuk po flasim për relacione private apo gjysmë private, po flasim për relacionet publike të njerëzve me njëri tjetrin. Pra njeriu si pjesë e një tërësie të madhe, që jo me do mos i njeh të gjithë nga afër edhe mund t'i ketë të gjithë miq, po që prej tyre kërkon të afirmohet, në raport me to kërkon të afirmohet. Në këtë kontekst normal, më të përgjithshëm, njerëzit janë në luftë vazhdueshme kokë për kokë me njëri tjetrin, sepse e din që secili që i del përpara është potencialisht një rrezik që i ve në dyshim apo ja anulon të vërtetën që është e vetmja gjë që ai ka. Pra çdo kush është luftë me çdo kënd tashmë. Nëse kalohet nga gjendja e neutralitetit, pra edhe kjo është një gjendje që herët avon te kalohet se njerëzit janë në lëvizje të vazhdueshme, në relacione të vazhdueshme dhe në përplasje interesash apo edhe më shumë se kaq me njëri tjetrin, po hyre këtu, pastaj kjo bëhet e pashmangshme dhe e rëndësishme është që të themi pra që në momentin që njerëzit besojnë se secili ka të vërtetën e vet, kjo me të vërtetë sjell një lloj relaksi, sjell një lloj shtendosje, po e cila në vetvete është e smur, nuk është e shëndetshme, sepse kjo bëhet në kurriz të një aspirate të madhe, të paktën që historia e ka vërtetuar që ka qenë një aspirat që ka përshkruar historinë e njerëzimit, që njerëzit gjithmonë kanë dashur që të komunikojnë me njëri tjetrin në mënyrë të vërtetë dhe jo të rreshme. Kanë dashur komunikojnë me njëri tjetrin që komunikimi të jetë i vërtetë, që vërtetësia të jetë e padyshimtë. Gjëja e parë që shkatërrohet, se ti do të flisim për pasojat. Gjëja e parë që shkatërrohet, po qëse njerëzit në masë besojnë të gjithë njësoj se e vërteta është individuale, përbrendësuar, e personalizuar e kështu me radhë, pasoja e parë është që humbet vërtetësia në komunikim, sepse njerëzit nuk mund të jenë më të vërtetë me njëri tjetrin. Si mund të jemi i vërtetë me ty kur çështja më e rëndësishme është e vërteta, po ne atë nuk e prekim me njëri tjetrin, se po e prekim ose s'do ketë kuptim, se çfarë do të thotë që janë të ndryshme kur mund të diskutojmë për to me çfarë supozimi, që t'i bashkojmë gjejmë pika të përbashkëta. Po qëse e bëjmë me këtë nijet debatin, do të thotë që ne vëmë dyshim që e vërteta është subjektive. Po nëse nuk e bëjmë me këtë nijet debatin, do të thotë që jemi duke i hedhë hyjve njëri tjetrit. Pra kjo është një kontradikt shumë e fortë, e cila me vërtet duket se nuk i çon njerëzit që të luftojnë me njëri tjetrin, por i tjetërson dhe i bën hilacak, i bën hipokrit në raport me njëri tjetrin, sikur se thash kokë për kokë. Çdo dy postmodern, në qoftë se besojnë se e vërteta është subjektive, janë duke ja hedhë njëri tjetrin në çfarëdo lloj relacioni që ndërtojnë, sepse ato nuk mund besojnë se mund vinë ai herë dakord për më të rëndësishmen. Pra, me siguri që mund të jenë të ndershëm ato dhe nuk i han hakun njëri tjetrin në një relacion caktuar, po në fund fare nuk e mendojnë të rëndësishëm tjetrin, sepse nuk e mendojnë sepse rëndësia tjetrit lidhet me sa e rëndësishme është ose sa e mundshme është që ai të përfshihet ke projekti im për të vërtetën, ose projekti tjetër për të vërtetën. Në momentin që ti je i përjashtuar që në origjinë, atëherë ti s'mund të jesh i rëndësishëm në mënyrë të vërtetë, vetëm në një mënyrë konjunkturale, në një moment të caktuar, të konsiderohet të rëndësishëm, kalon ajo konjunkturë, ndahet nga njëri tjetri, mund ta harroj. Pra, harresa është normale, ne gjithmonë i harrojmë njerëz apo të tjerë, po kjo është një harresë institucionale, kushtëzuar, e pashmangshme. Pra nuk është një harresë e natyrshme, nuk është një harresë që vjen mbrapa, është një harresë që paraprit. Dhe ja, për nevojat edhe të kësaj bisede ne e treguam një nga pasojat më të tmerrshme të postmodernës, po ka shumë si kjo. Por ta them edhe këtë, se ndoshta s'kemi më kohë, pra shfaqja e postmodernës si konstruksion global që thotë se e vërteta është e brendshme, befasisht i paraqit tradicionale dhe modernen shumë afër me njëra tjetrën nga saç e dinë ato edhe saç ato kanë zhvilluar relacionin me njëra tjetrën. Sepse në fakt për te gjithë diferencave që janë gjithmonë aty dhe vazhdojnë të jenë aty, tradicionalja dhe modernia
të dyja thonin që e vërteta nuk është diçka e brendshme, është diçka që është jashtë dhe njeriu për ta gjetur vërtetën ka nevojë të çalltisë. Kurse postmodernia duke thënë që është brenda, i kundërshton të dyja, i refuzon të dyja, i afron me njëra tjetrën, që si rregull është një afrim i rrem, nuk është i vërtet, por në të njëjtën kohë, po deshe një pasojë tjetër ti, e çaktivizon tek njeriu, le të themi, preokupimin që të përpiqet për ta gjetur vërtetën. Njeriu nuk ka më nevojë të përpiqet të çalltisë për të vërtetën, sepse ai tashmë atë e ka. Pra, gjinia e tij është ajo që ndihet, personaliteti i tij është ajo që ndihet. Po, ato çështjet e neveritshme, çështjet e neveritshme të identitetit seksual që janë bërë sot për fat keq, se agenda e një grupi të vogël njerëzish është, po ato janë shumë të zhurmshëm dhe abuzuese dhe duket sikur është një çështje që duhet merremi të gjithë. Po ajo çështje do ishte krejt e pamundshme nëse platforma globale semantike që jep kuptim gjërave nuk do ishte postmodernia. Pra do ishte pamundshme qoftë moderne, qoftë tradicionale, apo do ishte një zë i vockël që do shuhesh aty apo do dëgjohesh në një rreze të vogël. Kurse le të themi amplifikimi që është bërë sepse në përgjithësi njerëzit besojnë që e vërteta është individuale dhe brenda kësaj është edhe e vërteta se si ti e ndjen veten me fjalë. Dhe ka edhe njerëz që thonë unë ndjej veten si një lloj njëra prej kafshëve. Ka edhe njerëz të tillë që kanë shkuar dhe kanë bërë operacione plastike që ti përngjasojnë asaj kafshës që ato besojnë se e ndjejnë brenda vetes vet që janë të lindur të tillë dhe kështu me radhë. Format se si shejtani e degradon njeriu nuk kanë fund. Lutim Zotin që të dëmet e postmodernes të jenë sa më të limituar për gjithë njerëzit, pastaj për gjithë muslimanët bëjmë një lutje të veçantë, pastaj për gjithë shqiptarët bëjmë një lutje tjetër të veçantë, pastaj për gjithë muslimanët shqiptarë bëjmë një lutje tjetër të veçantë. Po kjo është çështje e të gjithëve dhe nuk është vetëm çështja e jonë. Unë jam i sigurt që audienca do ketë shumë dëshirë për një takim tjetër rreth efekteve të postmodernizmit, për t'i bërë më të prekshme, më konkrete, edhe në raport me shëmtin ku e ka çuar, po themi, i pjesë të madhe të shoqërisë, po dhe në raport me moskuptimin dhe pengesën në rrugë për t'i ftuar njerëzit tek e vërteta e vërtetë. Pra mirë çka dhe atë ka ndërhyrë dhe në këtë aspekt. Po gjithsesi unë të falenderoj për këtë bisedë. Për ata që nuk e din, ka qenë jo pak e lodhshme për mua që të mbrim te ky takim sot, po unë nuk do heq dorë dhe shpresoj që të jemi sërish së bashku. Falenderoj për sot. Allahu ta shpërbleft. Ti the që unë jam i sigurt që kjo që tham sot do ngjallë interes për të kuptuar apo për të u marrë me pasojat. Qofse konfirmohet siguria jote që kjo ka pas interes, do ta bëjmë edhe atë dytën, po nëse konfirmohet që s'ka pas interes, atëherë unë jam i bindur tek e vërteta ime në këtë rast. Do të shpresoj që do të dalë kështu. Ke perceptimi jo. Te perceptimi. Se po thënë ke vërteta ime e hudhën poshtë gjithë. Allah ta shpërbleft. Amin, dhe profesor, Zoti shpërbleft. Inshallah lutim Zotit këtë pas dobi këto që tham. Amin. Ndërmi që kjo ishte biseda e sotme, unë shpresoj që do të jemi sërish së bashku edhe me profesor Rudianin për të folur mbi, jo thjesht mbi efektet e postmodernizmit, po mbi shumë problematika që pa u sqaruar, pa u kuptuar, do të ngelim në klasë, nëse flasim me gjuhën e universitetit dhe të shkollës. Ju falenderoj shumë për vëmendjen, do të jemi sërish të javën e ardhshme me një tjetër temë, me një tjetër të ftuar deri atëherë, kalofshi sa mirë.